Gjatë raportimit në kuvend, Altin Dumani ka pranuar se SPAK nuk ka asnjë procedim penal ndaj Amant Josifit, i cili konsiderohet një nga personazhet kryesore të mashtrimeve përmes call center. Pamfleti ka shkruar disa herë se Josifi është i lidhur me Olsi Ramën dhe SPAK ka frikë ta hetojë. Dumani sot e pranoi në sallën e parlamentit se nuk ka asnjë procedim penal ndaj tij. Ai u justifikua me faktin se kur janë ndarë çështjet, u vendos që Josifi të procedohet nga Spanja. Faktikisht më duket se edhe vitin e kaluar jam pyetur për këtë rast. Nuk e di nëse në seancën plenare apo në komision, por hetimi për këtë çështje penale, për këtë procedim penal, ka qenë në kuadër të një skuadre të përbashkët hetimore, e krijuar me autoritetet spanjolle, por edhe me autoritetet e tjera zbatuese të vendeve të Bashkimit Evropian, si prokurori, sepse kështu punohet në skuadër të përbashkët hetimore. Ka një marrëveshje se cilët do të procedojë SPAK, cilët do të procedojë Spanja, cilët Gjermania dhe cilët Franca, dhe është rënë dakord që për Amant Josifin do e procedojë Spanja, siç është bërë. Ka proceduar Spanja për të. Ne kemi proceduar për disa subjekte të tjera, të cilët janë arrestuar, janë hetuar dhe janë gjykuar, por kjo pjesë është normale e bashkëpunimit me autoritetet e huaja, sidomos në kuadër të skuadrës së përbashkët. Prandaj është skuadër e përbashkët hetimore. Ndajmë rolet, ndajmë subjektet dhe kontribuojmë në hetimin e përbashkët, tha Dumani.